komisar, ish ushtarak, familje ushtarakës. Shoqata e ushtarakëve në lirim dhe rezervë vlorë ka si mision esencial të saj trashëgimin e vërtetë të larta të luftëtarëve antifashist, të luftëtarëve që ka dhënë jetën për shërimin e kombit dhe do promovoj gjatë gjithë kohës vlerat më të larta patriotike. Do të jenë shembull për brezat që vijnë dhe ata që militojnë sot rreth vështirësisë. Është në moralin e shoqatës ushtarakëve, shoqatës zetarisë, shoqatës aviacionit, Sazani, shoqatës ushtarakëve në Vlorë, edukimit ushtarak, që me bashkëpunimin e tyre kanë dhënë vlera të larta në edukimin patriotik të brezave dhe në ringritjen e vendimit që luftëtarët janë pjesa më vitale e kombit. Bijtë e luftëtarëve janë ata që do ta çojnë akoma më në tutje traditën e bukur. Janë ata që s'do të harrojnë misionin e tyre historik. Vëllezërit e tyre, motrat e tyre, xhaxhallarët dhanë jetën për shtërimin e dhëut dhe ndërkohë kanë vlerësuar kombin dhe nuk kanë përsëri gjakun. Duke vlerësuar shoqatën detaria shqiptare, shoqata jonë e ushtarakëve në lirim dhe në rezervë vlerëson punën me përkushtimin e tyre për krijimin e vlerave patriotike dhe që Vlora si qytet detarist të qëndron gjithmonë shembull model i frymëzimit për këtë qytet. Faleminderit për pjesëmarrjen dhe rroft të forcave ushtarake.